Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov në emisionin Impact në televizionin Shenja deklaroi se Ministria ka realizuar një analizë funksionale të 72 institucioneve kulturore shtetërore para hartimit të strategjisë së re për kulturë dhe procesit të riorganizimit. Sipas tij, rezultatet e analizës kanë treguar mungesë efikasiteti, gjë që ka shtyrë institucionin të nisë fazën e dytë, riorganizimin e tyre. Ljutkov tha se qëllimi i këtij procesi është rikthimi i funksionalitetit dhe përmirësimi i punës së institucioneve. Ai akuzoi opozitën për keq interpretim të strategjisë, duke theksuar se në opinion janë shpërndar informacione të pasakta lidhur me mbylljen e institucioneve. Atë konfuzion e krijuan partitë opozitare dhe deputetët opozitar që dilin në kuvent dhe liferonin me disa tekste të cilat as nuk i kishin lexuar. Mendoj që ata as nuk e din se çfarë do të thotë fjala optimizëm apo riorganizim, por ata thonë se këto institucione po shkëputen, po ndërpriten, nuk është e vërtetë. Ai u ndal veçanërisht te reagimet lidhur me ansamblin e muzikës në Tetov, për të cilin në opinion kishte dilema se mund të shuhet. Ministri siguroi se ansambli nuk do të mbyllet. Dyshimet më të mëdha ishin tek ansambli shqiptar në Tetov, se i njëjti do të mbyllet, por nuk është ashtu, sepse në Tetov janë numri më i madh institucioneve kulturore. Me që kemi institucion Shtëpia e Kulturës, ne kërkuam që të gjitha institucionet që janë në sferën e kulturës, këto të sapoformuara të furnizojnë nën ombrellë të Shtëpisë së Kulturës, që të ketë efikasitet më të madh. Nuk mbyllet asnjë institucion, thjesht furnizohet në një tjetër që është më i madh. Ndonse strategjia nuk parasheh mbylljen, kundër të njëjtës janë shprehur publikisht nga ansambli muzikor në Tetov, të cilët janë edhe kundër fuzionimit dhe futjes të këtij institucioni në ombrellën e Shtëpisë së Kulturës në Tetov. Për më tepër, drejtori Qamilje dhe përmes televizionit Shenja ka kërkuar që Ministria e Kulturës të mundësojë dhe të hap konkurs për punësimin e kuadrove të nevojshme.